përgatisim tani një tjetër recet, u rikthyem në kuzhinën tonë, do t'ju tregoj më njëherë produktet e një gjelle të shpejt tigani. Me çfarë ta përgatisim këtë gjellë? Sigurisht kemi perime në tryez, 2 patlıgjan mesatar, 2-3 speca të kuq apo jeshil ose të dyja, 3-4 domate të pjekura ose pure domatesh, 1 qep e madhe, 2-3 thelpinj hudhër, krip piper i zi, vaj ulliri dhe sigurisht majdanoz apo borzilok për ta freskuar, për t'i dhënë shije dhe aromë recetave tuaja. E tek i kemi specat. Ja, ose zën pamjen. Kemi thënë të specat, asnjëherë nuk i hedhim, sepse janë shumë të mira, i lëm të thanë edhe i përdojnë për salsra. Po. Edhe pjesën tjetër. Farat. Pra i lëm të tilla farat, që t'i vendosim. I mblidhni gjatë punës tuaj. Vërtet që janë të dëmshme farat, por kanë dhe vlerat e tyre, ama e dim që të speci djegës, rolin profesori luan fara. Të japin shijen pikante. Që ka shumë e shumë përfitime duke nisur nga nxitja e metabolizmit. Kam vendosur në tigan vajnë, qepën e pres në gjysëm hën. Vajin bimor, të pasur me vitaminën E, e kemi shtuar. Më tepër nga ç'duhet, gjë që E kalojmë në një tas se e përgatisim për recetat e tjera. Do ta transferoj. Dhe gjellës do t'i shtojmë edhe një aromë dhe një shije tjetër me kremviçet e viçit speciale nga tona, sepse duam që t'i përmbaj të gjitha ky tigani ynë, perimet, disa proteina, disa shije të tjera, apo gjithë miksimi i erëzave të shishme, që i bëjnë gatime të shishme, që mendon kompania tona pikërisht për t'i dhënë më shumë ekstra shije gatimeve me këto produkte. Tani le të zbusim qepën. Kripën, piperin, në një që i kam lënë në I marim tani direkt. Ja, kam atje. Me specat. Ti bëra kështu një mix. Shumë e këtë. Krip piper. Dhe duhet të presim pak, sepse mbetet ajo qepa shumë e fortë nëse ja shtojmë direkt specat, kështu që të presim të kemi kohën e duhur që të zbuten. Farat. Këto llojet e gjata të specave, jeshil të gjatë, nuk përmbajnë shumë fara. Kanë shumë pak. Kanë shumë pak. E mira është të pastrohen nga indet. Nuk është spec mishtor. Nga këto për skuqje kryesisht. Dhe madje për skuqje është shumë i mirë, ai jeshili i errët. Po. Ai është më i miri. Që është kështu gjatosh, po ka një ngjyrë më të errët, jeshile të errët, më të zënë. Gjithë specin këtu. Pra morëm fillimisht me qepën, specat, kemi dhe patlıgjanët, domatet, pa ashtu edhe një largoj pure prej të mas të specave. I vendos të gjitha. Mirë është ku i kemi këto gjellët, gjithmonë i kombinojmë ngjyrat e specave, sidomos dy kryesorit,
jeshile dhe të kuqe. Që ky speci tani këto farat, vetë se mund t'i thajmë dhe t'i mbjellim në borë. Shtoj. Për fidan. Pakos fare. Pra nga ujë i këtyre pureve, pa të pse vendose atë specin ashtu, po të ketë një mash tjetër. Okej. Largoj bishtat e patlıcanëve. Gjë që unë nuk i kam marrë ti kem vendosur në ujë më përpara apo ti presim, po i lëm kështu. Normalisht, ju e patë shumë mirë që është e vështirë të presësh patlıxhanin nga ky krah me thik kështu. Pra, lëkura e trash. Pjesën në tjetër me maj edhe jeni pra nuk ka nevojë fare për ujë, se shikoni që nuk ka as fare as gjë. Çfarë është e rëndësishme te patlıxhani? Që ose e leni në ujë, ose në të kundërt, direkt dhe në, siç po bëj unë, direkt në vendin e ekzekutimit. Edhe kur i kemi lënë në ujë, nuk është se kanë pas ndonjë, nuk janë mos ato patlıxhanët që kanë ato hiftësinë e tyre, kështu që edhe po i lëmë edhe po mos i lëmë. Shiko si doli nuk qefa? fishin shihen. Më transparente. Më transparente, po dhe si kaçurele, po. E marr. E vendos këtu. Shtoj patlıxhanën. Një masë që të mos zbutet dhe vazhdoj me të tjerat. Pa duket si janë në masa të njëjta. Nuk janë. Me specat. Këtu. Dhe i lëm që të zbuten. E pas që nisa nga patlıxhani me i madh, sepse është sa me i madh 10 kubiku prerja, do më shumë. Po, edhe ky kombinimi që ka patlıxhani me specat është i duguri. Po. Në turli kur e kemi. Në tava shkon shumë me patatën dhe domaten, shkon shumë. Unë them e kam si shpreh, i shkon dhe i vjen shumë shijes. Dhe fillojmë e përzijem derisa fillon të përthith lëngjët e qepës. Marr dhe vendos. Vendosim dhe kapakun. Le të zbuten. Kapakun. Dhe të rikthehemi pas publicitetit për të i vazhduar këto punët e tjera, sepse do të shtojmë në fund fare edhe kremviçen speciale nga Tona, kremviçe Viçi. Në vend të mishit do ta përdorim, kështu që le ta lëm pak të qetë edhe tiganin të marrë kohën e duhur për të zbutur patlıxhanët. Të rikthyet, vazhdojmë të jemi në kuzhinën e Rezetjelli për të përgatitur atë gjellën e tiganit që lam para publicitetit. Do t'i tregoj edhe një herë produkte se çfarë na duhet të gjithëve për ta përgatitur në kushtet tona të shtëpisë. Jetë që kemi tre perime, të cilat janë duke u zbutur. Kemi gjell me patlıxhan, me speca dhe me domate në tigan. 2 patlıxhan mesatar, 2-3 speca të kuq dhe jeshil. Kemi 3-4 domate të prerë në kubik, të pjekura mirë ose pure domatesh, një qep të madhe, 2-3 thelpinj hudhër, krip piper të zi, vaj ulliri, pak majdanos për ta rregulluar freskuar shijen ose mund të shtojmë edhe borzilok. Kemi të dyja në tryez. Domaten.
e kam të prerë, të tillë. Në fund fare, unë shtoj speci në fund fare, i lë paksa shijet të ndërthurën me njëra tjetrën. Dhe merrem. Ne kemi të hapur luzianë nga tona, kemi të kremviçet, marrim një nga aty, një aty dhe do t'i marr mix. Do t'i marr mix sepse të teshtojmë nga fundi i kaurdhisjes apo i skuqjes së perimeve. Sekond që mos. Edhe pakon tjetër e kishim të hapur me një gatim që kemi përgatitur më përpara, kështu që kemi ruajtur me ambalazhimin e vetë në frigorifer, pasi i hapi, pa tjetër që duhet i ruajmë në frigorifer. Një ose dy të tjera nga krevicet. Dhe ja që edhe këto produkte nuk i përdorim vetëm për mëngjeset, për antipastat, por edhe në gatimet të tilla, duke i kombinuar me perime të ndryshme. Në një gjellë tigani si kjo e sotmja, me patlıcan, me speca, me domate dhe me kremvicet. Specat. Këto fundore se i kam qefë. Shiko. Nuk është ndjellëse? Nuk është ndjellëse? Është si ajo shpreha që hani ylberin, metaforikisht, simbolikisht, që të regon që ne duhet të ushqemi plot me ngjyra. Do të shtoj salcën e domates dhe shplaj me pakës e kam lënë të tillë vetë, sepse është shumë e këndshme. Po, duke servirur ashtu me ato specin. E marrë dhe e largoj pak zaktej. Marrë një tigan. Dhe të tigani do të shtoj. Pra do t'i thekrojmë pak, do t'i skuqim më vete kremviçet. E shtojmë aty në krye. Pak vaj. Sa të ashtu tigane. Duke pare duke bërë, normalisht. I shtojmë edhe një nga salcicet e pulës. Ne në nda një deti tërë, po me tonën, absolutisht. Nuk është as pak problem që mund t'i kombinojmë shijet, salcice pule me kremviçet e tjera viçit. I japim një mix shijesh dhe pastaj merremi dhe me gjethet me bimët jeshile për t'i shtuar në fund. A kemi thënë që kur ne duam të bëjmë qofte, e mirat mirave është që kemi dy lloje mishrash? Në çdo gatim, mirë është që ne të vendosim për shembull nga copa mishi të veçanta. Vendosim mishin e viçit që do më shumë, vendosim pulën, ja këto dhe krijohet një gatim shumë i shishëm. Pa tjetër që kam vënë. Aty që ke shtuar? Tu kam vënë oriz. Për një supë, gjë që quhet magjirica, por magjirica nuk ka atë ditën e pashkës. Mbëlqit e qingjit. Po. Unë kisha mëlqi pule dhe që kështu, ju po të doni, shumë mirë nuk e quani magjirica, sepse magjirica është vetëm me mishin e qingjit. Por unë ato mëlqit e pulës, ku ti të çoj? Mjafton një të freskë, ka njerëz që nuk kanë mundësi të therin qingjin. Jo, po janë intolerantë ndaj mishit kuq. Po. Dhe normalisht do zgjedhin pjesën e pulës ose mishin e bardhë. Gjithsesi, është unë për vetë zgjedh tona. Është zgjedhja që bëjnë familjet edhe më të vogla, që nuk e kanë mundësinë që për Pashkët të blejnë dhe mishin e qingjit, apo të therin pra, mishin e ne qingjit. gjithmonë spendojmë për atë masë që nuk kanë. Se po, ato që kanë dihet. Përgatitet me atë
qingjit apo therrur për ditën një ditë përpara Një sheleg. Pashkës. Një sheleg. Dhe pastaj me të brëndshmet e qingjit përgatitet dhe supa magjerica, ndërkohë më përpara mbiset patjetër që kam përgatitur tryezën plot e përplot me ushqime, që është pikërisht për fundjavën që po vjen. Nesër kemi të tjera. Janë vezët që përgatiten këto ditë, deri ditën e enjte, të premte nuk përgatiten. Të enjten kemi vezët të enjten, sepse dhe unë nuk dua që t'i parapri vezëve, gjërat e tjera mund t'i bëjmë më shpejt, po vezët janë të enjten. Po. Dhe kemi disa truke të këndshme të vogla. Po. Tani. Ja, i dham pak një faqe, një skuqe të lehtë. Dhe bashkë me skuqen. Edhe gjellën e tiganit që edhe pse me qënë se u lirua furra, po e vendosim edhe të marri një ajkosja aty brënda në furr, pse jo, për t'i dhënë më tepër shije e bërë më të këndshme. Shumë pak minuta do të qëndroj aty, sa të marrin komplet një faqe edhe të shkrihen mirë të gjitha perimet me njëra tjetrën, duke u shkrirë japin ato aromat e veta i çlirojnë shijet, ndërthuren, kanë një lloj sinergjie me njëra tjetrën, ndaj dhe e marrim dhe vendosim pakës fare në furr. Kjo është arsyeja, pra për t'i arritur pak më tepër shije, në fund fare do t'i shtojmë edhe këto gjethet jeshile. Ulim nxehtësinë. Po sjell në tryezë edhe tavën me perimet për t'i patur dhe për t'a pasqyruar panoramën. Erdhëm që të ikim. Erdhëm nga fura. Kjo është gjella me perimet. Gjellë tigani, po që ne i dham edhe një shpjeguam arsyen sepse vendosëm në furr. Kjo është torta e kripur. Do t'i gjeni recetat tona, mos harroni, në kanalin Reze Dielli në YouTube me mënyrën e përgatitjes dhe gjithçka tjetër që ju doni, të shkruara me video bashkë me bisedat tona. Kështu që ju pres pas pak të bisedojmë në orën 10:10 pas fleshit informativ, kështu që